Rrugët e amortizuara dhe mungesa e investimeve në infrastrukturë kanë qenë prej vitesh një shqetësim për banorët e Grudës në Shkodër, por tashmë rikonstruksioni rrugëve ka nisur duke sjellë lehtësi dhe përmirësime në cilësinë e jetës së komunitetit. Kjo ka shumë vite pa investuar, ka 8 vjet si vi për imigracionit. Ju jam shumë i kënaqur na ka hap dritën jeshile, me jetuar, me pas perspektivë, edhe me na jetë çdo gjë mirë. Këna vite që nuk është bërë kjo rrugë, këna pas shumë problem. Me thënë drejtën, prej pluhnave, prej gjanave, kjo është një punë shumë e bukur. Po rrugës kanë shapojnë gjë. Mos ke bën tjetër gjë, vesh rrugën e Grudës, një, rrugën e Dukazinit e bëjnë dy, edhe Shiroka e Kumani ka boboll. Ka 30 e sa vjet që s'kam nuk përdorur këtë rrugë, as në qendër të Grudës, me thënë drejtën. Ky projekt është pjesë e një strategjie më të gjerë për përmirësimin e infrastrukturës në Shkodër, duke sjellë një transformim të domosdoshëm për zonat që prej kohësh kishin mbetur jashtë vëmendjes së investimeve publike.